Mendoj që po, edhe dëshirojmë të lëshohen, të lirë, të jenë pa drejtës, pa drejtësi po t'in atje. A mendoni që ky proces ka qenë i drejtë për ta? Jo, nuk më që drejtë, jo, se kënë i drejtë. I pa drejtë total, jo pa Si drejtë. mendoni që do e pret Kosova Po. vendimin për... Po, na presë më lëshu sa ma shpejt. Po nëse ndodhe kundër ta, Keqë balë, na jenë mërzit me krejtë. a mund të ndodhë ndonjë protestë ose diçka? E mundshme, se pa drejtësi e modhe bre. Pa drejtësi e modhe. A presin që shkrerët që përmbohen në Hagë të lirohen? Shola ka nyme dhe kthehen të këtë vetë. A mendoni që ky proces ka qenë i drejtë për ta? Aty vetë zëtë e din. Po sipas këndvështrimit tuaj, a u është bërë pa drejtësi atyre? Ata s'kanë qyrë me zapur të kërkujnë veç me mbrojt pragin e vetë. Sigurisht jo bo pa drejtë. A presin lirimin e shkrerëve të UÇK-s? Me gjithë dëshirë, me shpirtë e me zemër. A mendoni që ka qenë vendimi i drejtë mbajtja e atyre deri më tani? Po kur janë morë ka qenë vendimi pa drejtë. Edhe tash është vendim i pa drejtë, po me gjitha shpresat se 16 të shtatori do të jetë fitoria e dytë për Kosovën. Po nëse merret një vendim i kundërt nga ky? Dhe është zotë që mos merret.